E diela e dytë e muajit dhjetor, që ka përkuar me datën 14, ka sjell një fluks të lartë turistësh dhe qytetarësh që kanë zgjedhur të shfrytëzojnë ditën e pushimit për të kaluar disa orë relaksuese në Bregdetin e Vlorës. Kjo ditë ka përkuar me kushte atmosferike të pazakonta për dimrin, një diell i ngrohtë dhe temperatura të larta për stinën, çka ka bërë që qytetarët të dalin dhe të shijojnë natyrën. Përgjatë gjithë ditës, veçanërisht mbas orës 11, zona e Bregdetit ka qenë e mbushur me qytetarë që kanë zgjedhur të kalojnë një fundjavë të qetë pranë detit. Edhe pse dimri ka përfshirë qytetin, moti i ngrohtë i ka mundësuar njerëzve të shijojnë ajrin e freskët dhe rrezet e diellit, duke kaluar orë të tëra buz detit. Shëtitoria lungomare ka qenë e mbushur me qytetarë që ecin, të cilët kanë zgjedhur të relaksohen në rrezet e diellit. Kjo ditë e ngrohtë ka qenë si një dhuratë nga natyra për qytetarët, të cilët kanë lënë mënjanë rrobat e trasha dhe janë veshur më lehtë, duke shfrytëzuar mundësinë për të bërë shëtitje dhe për të kaluar disa orë të këndshme pranë detit, që ka pasur një pamje të jashtëzakonshme. Ata që kanë pasur mundësi të largohen nga punët e përditshme e kanë shfrytëzuar këtë mundësi për të pasur një pushim të shkurtër dhe për të ndjerë si në pranverë. Trafiku rrugor përgjatë gjithë ditës ka qenë i lartë, veçanërisht në zonat më të frekuentuara si lungomare. Kjo fundjavë me mot të ngrohtë dhe me diell ka sjellë një gjallëri të pazakontë për stinën e dimrit në qytetin e Vlorës, duke kthyer Bregdetin dhe shëtitoren lungomare në qendra të vërteta shëtitjeje dhe relaksi. Qytetarë dhe vizitorë kanë shfrytëzuar maksimalisht këtë ditë pushimi për t'u larguar nga rutina e përditshme, duke gjetur qetësi dhe kënaqësi pranë detit. Këto kushte atmosferike të favorshme kanë ndikuar jo vetëm në rritjen e numrit të shëtitësve, por edhe në gjallërimin e jetës qytetare, duke krijuar një atmosferë optimiste dhe pozitive. Pamjet e qytetarëve që shijojnë rrezet e diellit, ecin buz detit apo ndalen për disa çaste relaksi, tregojnë se Vlora mbetet një destinacion i preferuar në çdo stinë, duke ofruar bukuri natyrore dhe mundësi pushimi edhe gjatë muajve të dimrit.